Receta me 2 përbërës që zhduk rrullat brenda ditës. Kjo maskë do ju befasoj. Çdo ditë njerëzit në të gjithë botën krijojnë mënyra efektive për ta mbajtur lëkurën e tyre të duket më e re, gjithashtu edhe më e bukur. Dhe ndjekja e trajtimeve të ndryshme në kushte shtëpie mund t'japë rezultate mjaft të mira në dukjen tuaj. Kjo ndoshta është edhe arsyeja pse në treg ka pafund produkte kozmetike, të cilat ndihmojnë në mbrojtjen e lëkurës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por pavarësisht se këto produkte mund të kushtojnë vërtet shumë, nuk do të thotë se të gjitha janë efektive dhe mund të krijojnë efekte anësore. Ekspertët kanë renditur disa metoda të thjeshta natyrale të cilat në kushte shtëpie mund t'japin një mbrojtje më të mirë në dukjen e lëkurës suaj dhe lehtësimin e papastërtive të tyre dhe komplikacioneve që i kanosen në vazhdimsi shëndetit tuaj të lëkurës dhe jo vetëm. Njerëzit mund të përdorin mënyra të ndryshme në rutinën e tyre për të ndihmuar lëkurën e fytyrës të duket më e re dhe më e bukur. Prandaj edhe ekzistojnë shumë lloje të maskave natyrale që mund të ndihmojnë të mbani një lëkurë të pastër dhe perfekte. Në këtë video do të rendisim disa prej tyre. Përpose janë natyrale dhe nuk kanë asnjë efekt anësor, ato janë gjithashtu shumë efektive për t'u përgatitur në kushte shtëpie dhe janë të lehta për t'u realizuar. Maska me limon kundër rrullave. Për këtë maskë ju duhen këta përbërës të thjeshtë: një limon, 2 deri në 3 lugë gjedhe me mjaltë dhe pambuk. Por si ta përgatisni këtë maskë për të marrë kështu përfitimet e saj dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet e ndryshme që i kanosen shëndetit të lëkurës. Si fillim shtrydhni limonin, lëngun e përzieni me mjaltë. Nëse keni lëkurë të ndjeshme, preferohet që të shtoni edhe pak ujë tek lëngu i limonit. Vendoseni këtë përzierje me pambuk në fytyrë, e lini të qëndrojë derisa të thahet dhe më pas e pastroni fytyrën me ujë. Aplikoni maskën një herë në javë. Rezultatet që do të merrni do të jenë pamje më e freskët dhe më pak rrulla, lëkurë më e butë dhe më e shëndetshme falë vitaminës C dhe vitaminës C. Lëkurë elastike dhe më rinore falë flavonoideve që gjenden kryesisht edhe tek agrumet, dhe ndikimi që do t'jap në mbrojtjen e shëndetit të lëkurës do t'jetë më i mirë. Maska natyrale me karrotë dhe mjaltë. Për këtë maskë ju duhen këta përbërës: një karrotë, 2 lugë gjedhe me mjaltë dhe filloni përgatiteni atë. Si fillim, lani mirë dhe prini karrotën. Vendoseni karrotën më pas në një blender. Kur t'jetë gati, shtoni në të mjaltin dhe i përzieni mirë derisa të merrni masën e përfituar që mund ta aplikoni. E vendosni masën në fytyrë dhe e lini të qëndrojë për të paktën 20 minuta. Pastrojeni fytyrën me ujë të rrjedhshëm. Këtë trajtim aplikoni 2 herë në javë. Rezultatet që do të shikoni do të jenë vërtet mbreslënse. Lëkurë e shëndetshme falë sasive të larta të antioksidantëve. Krem për lëkurën e qafës. Gjithashtu mund të kombinoni vajin e ullirit, vazelinën dhe vitaminën E. Për këtë ju duhen 10 ml vaj ullirit, 3 kapsula të vitaminës C, 3 gram vazelinë. Por si ta përgatisni maskën dhe ta përdorni atë në ndihmën tuaj. Vendoseni të gjitha përbërësit në një blender dhe i përzieni mirë. Nxeheni enën më pas e lini të ftohet. Më pas përbërësit e vendosni në një enë tjetër. Aplikoni kremin në qafë në gjoks përpara se të shkoni në gjumë në secilën mbrëmje. Rezultatet që do të shikoni do të jenë edhe më të dukshme në një lëkurë më të freskët, më rinore dhe mbi të gjitha më elastike. Ndjekja e këtyre trajtimeve në kushte shtëpie mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë në mbrojtjen e lëkurës suaj dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Rezultatet që do të merrni do të jenë mbreslënse në dukjen e shëndetshme të lëkurës. Ekspertët citojnë një zëri se maska të tilla natyrale mund të jenë gjithashtu përzgjedhje të mira efektive për mbrojtjen e shëndetit të lëkurës, që mund ta realizoni në kushte shtëpie dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet lehtësuese për ju. Rrullat janë një pjesë e paevidueshme e procesit të plakjes. Rrullat dalin përpara kohë kryesisht edhe në zonat e syve, në gojë dhe në qafë. Rrullat shkaktojnë jo vetëm rënje të prodhimit të kolagjenit, por ato mund të shkaktohen edhe nga ndotja, mungesa e vitaminës D, përdorimi i tepërt i produkteve kozmetike,
ndryshimi i kremrave e të tjera. Rrullat mund të zbehen dhe të shmangen nëse mbani nën kontroll edhe duken e lëkurës suaj. Në këtë video, sipas Bright Side, do të mësoni disa mënyra të mira natyrale, të cilat do ju ndihmojnë të keni një lëkurë më të shëndetshme, më të mbrojtur dhe të evitoni gjithashtu komplikacionet e tyre. Në ndihmë kundër problemit të rrullave mund t'ju vijë gjithashtu edhe përdorimi i vajit të arës së kokosit. Me këtë vaj mundeni të masazhoni zonën rreth syve duke kryer kështu lëvizje rrethore. Pas masazhit ju mund të mbani vaj në lëkurë përgjatë gjithë natës. Maskën duhet ta përsërisni çdo mbrëmje. Vaji i arës së kokosit jep lëkurës suaj shkëlqim dhe zbeh gjithashtu rrullat. Përdorimi i vitaminës C në shëndetin tuaj të lëkurës mund t'i japë një mbrojtje më të mirë asaj dhe të lehtësojë komplikacionet. Kapsulat e vitaminës C mund t'i blini në farmaci dhe t'i përdorni disa prej tyre çdo mbrëmje. Vitamina E në formë vajore mund të aplikohet në zonën përreth rrullave dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet mbreslënëse në dukjen e shëndetshme të saj. Ky trajtim mund të bëhet çdo mbrëmje dhe mund të mbahet në lëkurën tuaj vazhdimisht për të marrë rezultate të shumëpritura. Vitamina E do të zbejë rrullat, do ta hidratojë lëkurën dhe do ta ushqejë atë edhe me antioksidantët e nevojshëm. Përdorime të tilla të vitaminës C në lëkurën tuaj mund të jenë zgjidhje të mira, të cilat do ju nevojiten lëkurës suaj. Edhe uthulla e mollës mund të japë rezultate të mira në dukjen e shëndetshme të lëkurës. Mjafton të përzieni një lugë gjedhe uthullmolle me një lugë gjedhe me mjalt. Aplikoni maskën në lëkurë dhe në qafë, e mbani për 15 deri në 20 minuta dhe më pas e shplani atë edhe me ujë të vakët. Rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike në mbrojtjen e lëkurës dhe parandalimin e komplikacioneve. Uthulla e mollës ruan ekuilibrat e pH-it, ndërkohë që mjalti jep fytyrës suaj shkëlqimin urinor. Aplikimi i këtyre maskave në kushte shtëpie mund t'ju bëjë që të keni një lëkurë më të bukur dhe plot shkëlqim. E bardha e vezës mund të jetë një ndihmë e mirë për shëndetin tuaj të lëkurës dhe rezultatet që do t'i jap asaj do ta shndrojnë atë në një prej produkteve më efektive në mbrojtjen e shëndetshme. Rrihni të bardhën e një veze dhe më pas masën e përfituar e vendosni në lëkurë. Prisni sa të thahet dhe më pas e shplani atë me ujë të vakët. Kjo maskë e përshtatshme për lëkurën tuaj të zbehtë mund të ofrojë edhe një mbrojtje më të mirë asaj. Mjafton që ta aplikoni jo më shumë se 2 herë në javë dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet të këndshme për mbrojtjen e lëkurës dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Avokado. Tulin e avokados mund ta shtypni në një mikser dhe masën ta mbani në fytyrë për 20 deri në 30 minuta. Kjo maskë mund ta aplikohet 2 herë në javë. Avokado zbut rrullat dhe jep lëkurës shkëlqim dhe zbut gjithashtu problemet që i kanosen asaj. Rezultatet që do të merrni në fund do të jenë mbreslënëse edhe në dukjen e shëndetshme të lëkurës. Aloe vera është një ndihmë shumë e mirë që mund t'japë përfitime të larta për shëndetin e lëkurës dhe zbehjen e shenjave të saj. Përzieni një lugë gjelle me xhelin aloe verës me të bardhën e një veze. Masën e mbani në fytyrë për gjysmë ore dhe më pas e shplani atë me ujë të bollshëm. Xhelin aloe verës mund ta përdorni edhe në forma të ndryshme pasi është një burim i mirë i vitaminës C dhe bashkëpunon mirë kundër rrullave me të bardhën e vezës. Rezultatet që japin lëkurës suaj do ta shndrojnë atë në një prej produkteve më të vlefshme në mbrojtjen e shëndetshme të saj dhe parandalimin e komplikacioneve të ndryshme. Lëngu i limonit është një tjetër produkt efektiv që mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në kushte shtëpie në dukjen e lëkurës dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Përzieni sasi të barabarta të lëngut të limonit gjithashtu me mjaltin. Maskën e përfituar e mbani në fytyrë për të paktën 10 minuta. Lëngu i limonit përmban vitamina C dhe nxit prodhimin e kolagjenit dhe zbeh rrullat. Përdorimi i këtyre trajtimeve në kushte shtëpie sigurisht që do ju ndihmojnë të keni një lëkurë më të bukur dhe më rinore. Kështu, rezultatet që do të keni për shëndetin e lëkurës do ta bëjnë atë një prej produkteve më të vlefshme në dukjen më të mirë të shëndetshme të saj. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.